Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip, ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Në këtë podcast do të kemi bashkë bisedime me të ftuar, ku do t'i përgjigjemi pyetjes: çfarë do të thotë për ty të jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme? Unë jam Gjoni Myrtaj. Dhe unë jam Enida Rama Alushaj. Mirë se erdhët. Le të fillojmë. Përshëndetje miq të dashur, mirë se keni ardhur në podcastin Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip, ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Ky është episodi joni 71. Unë jam drejtuesi i këtij emisioni Gjoni Myrtaj dhe jam këtu së bashku me bashkëdrejtuesen Enida Rama Alushaj. Përshëndetje Enida. Përshëndetje Gjoni, përshëndetje dashur miq. Unë personalisht po edhe ti jam e sigurt se jemi shumë mirënjohës që jemi këtu në një episod të ri me një të ftuar të re. Do ta prezantojmë sigurisht pas pak, po jam emocionuar. Jemi mirënjohës se ju na mbështesni dhe ju ftojmë që të vazhdoni të shikoni videot tona dhe të ndani ata me miqtë tuaj. Është e vërtet, jemi shumë mirënjohës për ju dhe ne kërkojmë vazhdimisht për të ftuar të rinj, nëse ju doni të merrni pjesë ose njihni dikë që mund të marrë pjesë në podcastin ton, ju lutem na kontaktoni, do t'ju ndajmë më shumë informacione se si mund të na komunikoni në lidhje me këtë. Po pa u bërkohën, unë mezi po pres që të njoh kush është e ftuara jonë e radhës. Mund të na bësh prezantimin, Anida? Patjetër, me kënaqësi, e ftuara jonë e radhës është Oriola Zalla Stoks, është një shqiptare lindur në Tiranë, e cila ka përjetuar besimin dhe shërbimin që fëmijë. Pagëzimi i saj në moshën 10 vjeçare i hapi rrugën një udhtimi shpirtëror që u forcua edhe më shumë fal ndikimit të vllajt dhe komitetit të saj në Kish. Pasi shërbeu mision në Alabama, Ariola vendosi të vazhdoi studimet në BYU Idaho, një kapitull që i ndryshoi jetën. Aty u njoh dhe me bashortin e saj Jacob dhe më vonë u bë nëna e 3 fëmijëve të mrekullueshëm. Me një zemër të përkushtuar ndaj shërbimit, ajo ka punuar me njerëz me aftësi të kufizuara, të moshuar me Alzheimer dhe Parkinson, si dhe me persona që përballen me sfida të shëndetit mendor. Sot, nga jeta e saj në Colorado, Ariola mbetet një shembull i qetë i besimit, dhe i durimit dhe dashurisë së përditshme, një grua që jeton në ngjillin me zemër dhe i përcjell forcat të tjerëve përmes historisë së saj. Ariola, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Nida e Gjoni. Faleminderit. Jemi mirënjohës që je këtu. Shumë faleminderit që pranoi ftesën. Ne si gjithmonë jemi mirënjohës për të ftuar të rinj, sidomos që na vijnë nga kontinenti amerikan. Mendojmë që kjo platformë është një metodë shumë e bukur që të forcojmë marrëdhëniet tona me shenjtorët, por gjithashtu të sjellim ata pranë. Kështu që unë me njëherë do futem edhe të pyes pak për fëmijërinë tënde, se mendoj aty ka filluar gjithçka. Oriola, si e kujton veten tënde si një vajzë e vogël në Tiranën në atyre viteve? Në kujtimet më të shumta që kam janë në lidhje me lojrat që bënim si fëmijë që nuk i shohim shumë, të paktën unë me fëmijët e mi ose edhe me të tjerë. Lojra fëmijëri me shoqe me shoqe, verat i kam pas kaluar në fshat ku shkoja, ku kisha babai është nga Fushkruja dhe ai ka motra dhe vëllezër andej, kështu unë shkoja çdo verë. Kam shumë kujtime me kushërinj e kushërira. Dhe më shumë që mbaj mend është nga vitet ndoshta në të njëjtën kohë që kisha jonë erdhën dhe kisha tjera dhe ishte dhe kisha katolike dhe unë mora pjesë shumë në një domethënë kishte prif të rinj që vinin dhe mësonin fëmijët qoftë gjuhën italiane, qoftë si të pikturonin ose aktivitete të ndryshme dhe unë mora pjesë shumë të bëja të njëjtën gjë, domethënë po si fëmijë tamam e vogël, domethënë para po themi moshës 10, 12, 14 vjeç. Kemi ato kujtesat, nuk e di që ose jeni rritur njërin kohë, kjo do të tregoj dhe moshën time, po
mos pasjen e dritave, duke qëndruar pranë qiriut, duke bërë detyra, duke luajtur me letra, duke thënë historira. Këto kam erdhi uji, shkon mbush ujin, gjëra, domethënë që nuk e di nëse janë kujtime që shumica e moshës time mban mend, po këto mund të them. Është shumë nostalgjike këto gjëra që po thua, sepse i mbaj mend edhe unë në fëmijërinë time. Gjëra nuk ishin as keq, por e di që kishim, si thua, gjëra që tani duken normale, për shembull drita 24 orë, atëherë nuk kishim dritë 24 orë, edhe mbaj mend që çfarë gëzim ishte që dritat vinin, shkonin televizor, ishte me orar të prerë. Dërsa kur flasim tani, njerëzve i duket si çudi, por gjëra shumë të bua këto nostalgjit që na i solle me ne. Shumë faleminderit. Doja gjithashtu që të na flisë edhe për vëllezërit e tu, sepse ti e bekuar që ke 2 vëllezër, si ka qenë të rritesh me ta, a të mbronin apo ngacmonin më shumë? Një nga vëllezërit i madh, vllai i madh, është gati 7 vjet, më i madh se unë, dhe vllai i dytë është 5 vjet eksaktësisht, sepse kemi të njëjtën ditëlindje, ndajmë të njëjtën ditëlindje në 12 korrik. Pra, me vllajën e madh nuk është se kam pasur shumë që mbaj mend, domethënë që luanim ose këto që mund të bësh me një motor ose me vlla, por që thjesht që mbaj mend që ishte më, domethënë lexonte më shumë, ose ishte më ndryshe, po themi, nga unë dhe vllai tjetër. Ndërkohë që domethënë Romir Zalla është vllai i madh, ndërsa vllai i dytë është Edmond Zalla. Me Edin mbaj mend më shumë kujtime me lojra që luanim, merrnim biçikletën e babit dhe ja vidhnim që mund të dilnim dhe të jepnim biçikletës, që unë mund të mësoja. Vllai më ndihmonte, vllai Edi më ndihmonte me këtë. Si rol mund ta kesh parasysh vëllezërit shqiptar, sidomos Edi ishte gjithmonë më shumë mbrojtës, në kuptimin i dinte, domethënë, se si djemt funksiononin, le të themi, edhe ka pasur raste që më thonte që unë i di të gjitha, e di ku je, e di ku shkon, kam njerëz që e din se ku je, kështu që me kujdes. Ai ishte gjithmonë, domethënë, më i kujdesshëm në lidhje me çfarë ndodhte kur unë isha e ikur me shkollën ose të dalur. Po këto mbaj mend, domethënë mbaj mend shumë. Pastaj mbaj mend, siç thash më parë, kur na iknin dritat si familje të gjithë, që me radh mund ndanim në një gjë që kishte ndodhur gjatë ditës ose në histori. Po në përgjithësi këto mbaj mend me vëllezërit. Po jemi, ka të bëj, domethënë, ka të bëj mosha dhe ndryshimi moshës. Unë isha e vogla fare. Kështu që nuk, në Shqipëri mund ta kesh parasysh, vajzë dhe vogla, je një çik kështu si bie në nivel, je i treti, bia prindrit, vëllezërit dhe unë. Kështu që është një thënie që të vegjëlit përkëdhelen shumë, ose duhen më shumë, sepse janë, si thua, të veçantë në familje. Po flas nga eksperiencë, se edhe unë jam, si thua, i vogli i familjes, edhe e kam ndier atë, por më bëhet shumë qejf që ke pasur një marrëdhënie shumë të bukur me vëllezërit e tu. Unë doja që të ndaleshin pak, nëse dëshiron të na flasësh pak për vëllain tënd të madh Romirin, sepse ne të gjithë e njohim si një aktor të famshëm dhe të suksesshëm në Shqipëri. Si është të jesh motra një aktor shqiptar? Çfarë ke parë ti tek ai, sepse ke parë edhe si vllain tënd, por edhe si ti që ka qenë profesionist, aktor i famshëm në Shqipëri? Unë, me të drejtën, asnjëherë nuk e kam parë si të famshëm.
ndoshta për faktin që jam motra e tij, për faktin që Romiri ka qenë gjithmonë në fushën e aktrimit, ka filluar me Akademinë e Arteve. Unë kam pasur rastin shumë herë të dal me të bashkë me Suelën, me gruan e tij, që në atë kohë kam përshtypjen ndoshta ishin të fejuar ose ndoshta të martuar, po thjesht kujtimet që mbaj mend unë janë që shkoja me ta, dilja me ta, nuk e di pse, nuk e mbaj mend pse, po dilja dhe shkoja dhe në takimet që kishin ata me shok, me shoqe, jo ndonjë gjë serioze që ishin duke përgatitur në një teatr ose thjesht që takoheshin, rinin vonë dhe mbaj mend shumë net që dilja me ta shpesh herë. Kam takuar dhe njerëz të tjerë që ishin shumë më të njohur se Romiri në atë kohë, dhe po flasim kur unë isha në shkollë mesme, nuk po flasim kur Romiri filloi me Portokallin. Por mbaj mend që kam takuar shumë njerëz të tjerë që po thoja të famshëm që nuk asnjëherë nuk më bënte përshtypje, sepse ndoshta e fillova re dhe nuk asnjëherë nuk më ka bërë përshtypje që takova këtë apo atë, nuk e di pse. Ka shumë mundësi se për faktin që kam filluar shumë e re të takohem me njerëz që mund të konsiderohen shumë të njohur në Shqipëri. Këtë foton, shpejt e shpejt, kjo është kam dalë, po mundoheshim bënim një familje, një foto familjare me net 5, edhe kjo është në vitin 2015, nëse nuk gabohem, dhe nuk e di nëse ja kam çuar, po e kemi bërë ribër në 22-shin të njëjtën foto. Këtu janë, siç mund të shihni, është mami me babin, Romiri, Edi edhe unë. Kujtim shumë i bukur, kujtimet mbeten, siç gjithë e dim, por Foto shumë e bukur. faleminderit. Sidomos besoj se të duen fotot, sidomos ti që je larg nga Shqipëria dhe e ke familjen larg, të ndihmon ndoshta të kujtosh ato momente të bukura me ta. Më çove edhe më pak në nostalgji në momentin që ikin dritat. Tash nuk parandot shumë edhe ka pas ato momentet e bukura. Më ktheu pas në kohë, po ndjesha mirënjohëse që edhe kemi drita, se ndonjëherë i marrin gjërat për të mirë qenë, që faleminderit për kujtimet e bukura. Unë dua të di pak për hapat e tua në Kish, si e njohur, na ço pak pas në kohë, ndoshta na kujto pak nga dita jote e pagëzimit. Pres, nuk e di nëse përmendëm më parë, po 10 vjeç kam qenë kur jam pagëzuar. Ngjarja, domethënë se si vijoi dhe se si unë u prezantova me misionarët që na filluan duke mësuar mua dhe vllajin, ishte nëpërmjet një shoku të vllajt, Blendi Berberi. Bledi po takoheshim me misionarët dhe i tha Edit që hey, po të duash, mund të takohesh dhe ti, dhe bëri të mundur këtë takim. Me çfarë mbaj mend, Romiri ishte pjesë e takimit të parë dhe duke qenë më i rritur, nuk ja di arsyet pse, por ai vendosi të mos të vazhdonte të takoheshe, ndërkohë që unë dhe Edi u takuam me ta, filluam mësimet për të bërë antar të kishës. Siç thash, prindrit ishin pjesë e saj, por më shumë prindrit ishin pjesë e juve mund të vazhdoni, për sa kohë misionarët i shpjeguan prindërve që disa nga rregullat e kishës dhe të Zotit janë që nuk pi duan, alkool, nuk drog, dhe prindrit ishin shumë të lumtur dhe na lejuan që se unë isha vetëm 10 vjeç, vllai ishte 15,
Edi, edhe kështu që na lejuan që të pagzoheshim pa problem, sepse duhesh e leja e tyre. Ditën e pagëzimit e mbaj mend shumë mirë. E mbaj mend mirë sepse na duheshe që të zbrisnim nga kati i dytë. Ndërtesa e kishës ishte e tillë që takoheshim në kat të dytë, duhet merrnim shkallë, duhet ecnim të shkonim lart dhe për vendi i pagëzimit ishte në katin e parë dhe duhet hyje në një derë poshtë. Ja. Duhet hyje në një derë poshtë tek vendi ku pagëzohesh, dhe ndërkohë e lagur ashtu duhet të dilje prapë jashtë dhe të shkoje lart dhe në dhomë. Dhomën nuk e mbaj mend, po thjesht e mbaj mend që ishte ftohtë. Por një gjë që mbaj mend që ishte interesante ishte që isha shumë e gëzuar dhe e lumtur, domethënë një buzëqeshje që rrinte në fytyrë dhe nuk ikte. Dhe ajo ishte një kujtesë tjetër që mbaj mend, që isha shumë e lumtur dhe e gëzuar. Nuk e dija tamam arsyen, por thjesht mbaj mend ndjesinë që kam patur. Këtu në këtë foto që kam dërguar është në fakt ajo vajza që është për krah Elder Melby, është motra e shokut të vllajt. Pra ajo u pagëzua me vllajin dhe unë me vllajin në atë ditë. Sa bukur. Më bëhet shifi që ke dhe foto, se kanë kaluar shumë vite. Pra nuk je pagëzuar në një ditë me vllajin. Po, në njëjtën ditë. Okej. Super. Ndake, përveç datës, se na the pak më parë kur po të njihnim që keni të njëjtën datë ditëlindje, po keni ndarë dhe jo vetëm ato, po dhe ditën e pagëzimit, shumë kujtime i bukur. Po, patjetër. Po, si ka qenë që të pagëzohesh ka qenë re, se ke qenë vetëm 10 vjeç, si e përjetoje ti besimin atëherë? Shumë çfarë ka ngelur në mendje të asaj kohe është mësimet e misionarëve që na bënin, vinin, futeshim në dhomë, unë me vllajin, me misionarët, uleshim dhe misionarët kishin një blok, ndoshta fitore. Po, që fillonin dhe vizatonin mësimet e Ungjillit që na mësonin, fillonin dhe bënin vizatime shumë të thjeshta, por që na shpjegonin sepse kam përshtypje, nuk e mbaj mend mirë, po ndoshta dhe shqipja e tyre nuk ishte mirë, ndërkohë që në atë kohë, siç e dim, Libri i Mormonit nuk ishte i përkthyer në shqip, u përkthye në 1998, edhe atë ditë, jo ditë, po vite mbaj mend shumë mirë, por thjesht që mbaj mend këto mësimet, kam biles edhe disa kujtime që i shoh këto vizatimet që na bënin. Dhe vajtja në kish, unë në fakt nuk mbaj mend shumë mirë pjesën ku u pagëzova, shkoja në kish dhe pjesën ku mbas një farë kohe unë nuk mund të shkoja më. Mund ta marr me mend që ajo që ka ndodhur mund të ishte se unë isha thjesht 10 vjeç, prindrit nuk shkonin, vllai ishte 15-16, po themi një vit mbas u pagëzuam dhe ai ishte ndoshta më i rritur, kishte shoqe të veta, të shkonte, pra nuk pata mundësi të vazhdoja të shkoja dhe për ta kaluar historinë nga 10 deri në 14, më duket, kam qenë kur juve ndoshta e njihni ose shikuesit ndoshta e njohin, Nina Zoraçi është një nga anëtarët e hershme, duhet të them, dhe Nina trokiti një ditë në derë, hapa derën edhe bashkëbisedimi ishte unë e di që ti je antar e kishës, po mendoj të
Ftojnë ndoshta? Të ftojnë të vish në Kish me mua. Edhe I thash, po, patjetër, mami ishte në rregull, ajo ishte një grua, ke parasysh, kështu që unë ishte pak më e rritur se unë atë kohë. Kështu që unë pata mundësi që të shkoja me të në Kish. Episodet e mia dhe Ninës duke shkuar në Kish duhet bëjmë një tjetër duhet bëjmë një tjetër podcast, I guess, kështu që me Ninën unë pata mundësi që të shkoja dhe të vazhdoja të isha aktive, të shkoja në Kish. Mbas Nina ka qenë gjithmonë një pjesë e rëndësishme që unë shkoja dhe kisha një njeri që të shkoja, jo vetëm shkoja, po dhe gjatë kohës që isha në Kish në ndërtesë të rria me të, por një nga ka pasur dhe disa motra misionare, në atë kohë vinin motra misionare që ishin ishin të vjetra, jo të reja, që u kishte vdekur bashkëshorti, edhe ato vinin si çift, vinin dy gra bashk, dhe u njoha me disa nga ato, dhe kjo është një histori që ja përmend vajzës, sepse më të rriturës, që është 14, që më ankohet për veshjet, për jo s'kam këtë, nuk më pëlqen kjo, dhe I them që unë, kur isha në moshën tënde, në fakt, këto misionaret që ishin të moshuara, mund të themi të ndoshta 60-tat, më dhanë disa nga rrobat e tyre dhe unë vishja rroba që mendoj tash nuk e mbaj mend shumë mirë në atë kohë, por që nuk ishin të kohës por që unë I vishja sepse erdhi një moment që duhet vishesh që t'jesh e paraqitshme, të shkosh në Kish, dhe mora disa nga rrobat e tyre dhe mbaj mend që është në kujtesë, domethënë që nuk ishte tamam ajo që unë doja, por prapë bëra dhe shkoja në Kish ashtu siç duheshe, që mendoja unë që duheshe, dhe pra këto janë fillimi edhe mesi që s'mbahet mend dhe pastaj vazhdimi prap 14 e sipër unë isha aktive nga ajo kohë deri më sot. Besoj se vajza jote, po dhe shumë tjerë nuk arrin ta konceptojnë të dhënurit apo të veshurit të gjërave të tjerëve, sidomos kur janë më të ndej në moshë. Po ç'a më bëre të reflektoj pak kur po tregoje është rëndësia e të shkuar të vizituar dikujt edhe të ftesave për të rikthyer në Kish, të kem nevojë për njerëz si Nina në jetën tonë. Ka shumë rëndësi, kështu faleminderit. Doja të dija gjithashtu sa ndikim ka pasur vllai në rrugtimin tënd shpirtëror, ndoshta diskutonit bashkë, të mësonte dhe ai si ka qenë, se mua më duket sikur Zoti ka zgjedhur që kur ishe fëmijë, nuk e din se ti e ke ndier ndonjëherë këtë, sikur Zoti ka gjetur shumë herë që një fëmijë 10 vjeçar. Atë e mendoj shpesh sepse mënyrën se si unë e shoh Zotin në jetën time është kur shoh mbrapa dhe kujtoj dhe shoh që ai është edhe e ka ndikuar jetën time prej kohë, siç the vet, prej kohësh kur unë isha shumë e vogël. Vllai ishte pjesë e rëndësishme e këtij rrugtimi të qenurit antar e Kishës. Nuk mbaj mend shumë bashkë me të qenurit në Kish, për shkak se kam përshtypjen kur unë fillova të shkoja në Kish, ndoshta jo shumë më vonë ai u përgatit për të shkuar në mision, dhe Edi në fakt ka shërbyer një mision për 2 vjet dhe ka qenë në Gjermani. Dhe kam përshtypjen kjo ka qenë që nuk kemi pasur shumë
kemi bërë bashkëbisedime sa të duash, mbasi unë erdha në Amerikë me misionin, me letrat që unë çoja, me thënë, por që të qenurit bashkë në të njëjtën kohë në kish nuk mbaj mend shumë. Por Edi kur shkoi në Gjermani dhe erdhi, mbaj mend dhe kjo mund të ketë qenë edhe kjo shumë e rëndësishme për vajtjen time më vonë në mision, është që kur Edi erdhi nga misioni, kishte një ndryshim shumë të dukshëm në sjellje, në bashkëbisedim, në të folur, në të gjitha, domethënë që prindrit e mi ishin shumë mirënjohës dhe e vunre, dhe kur erdhi koha që unë, në fakt, historia se si unë shkova është pak më e gjatë, por pjesë e saj është që prindrit pyetën nëse do ishte mirë ose safe, e sigurt për një vajzë 20-21 vjeçare të shkojnë në mision që nuk e dinim se ku do ishte, por ideja ishte që gjithë misionarët po niseshin jashtë vendit në atë kohë. Dhe vllai tha që ky do jetë një vendim i mirë dhe do jetë një eksperiencë e mirë për Orionën, kështu që ai ishte, domethënë, ai u pyet për atë pjesë dhe prindrit e dëgjuan. Edhe siç e din në Shqipëri ne pyesim prindrit, nuk o do iki unë s'ka, so. Po, shumë interesante kjo, sepse mendoj që edhe tani më që mosha e misionarëve, motra misionare është ulur, domethënë motra misionare mund të shkojnë të shërbejnë në moshën 18 vjeçare, tani më është e kuptoj atë, domethënë që prindërit ose vëllezërit kanë qenë pak merak që ku po shkon, që të shërbesh mision. E kjo vlen për të dy, domethënë edhe për motrat dhe për elderat që shkojnë që shërbejnë. Është ajo, si thua, meraku që ke, që çfarë do të ndodhi, por e di që Perëndia të mbron, edhe sepse shkon për një mision të shenjtë, edhe aty ke shpirtin e shenjtë që të udhëzoj dhe të mbroj gjatë gjithë kohës. Unë jam shumë i njohës që ti ke shërbyer një mision shumë herët në Shqipëri, domethënë nuk kam takuar dikë tjetër që ka shërbyer aq herët nga Shqipëria, edhe ti ke shërbyer në Birmingham, Alabama, që është një shtet shumë i veçantë në Amerikë. Dua që të na flasësh pak për këtë, çfarë të mbahet mend nga misioni jot. E para, atë që mbaj mend është që kur e hapa letrën dhe lexova se ku po nisesha, unë nuk e thoja dot Birmingham, nuk mund ta lexoja dot. Dhe nuk mund ta konceptoja sepse thjesht mund ta mendosh në 2003-shin unë nuk është se kisha dalë diku tjetër në udhëtuar diku tjetër, në një shtet tjetër, në një vend tjetër, jo më në Amerikë, jo më në Amerikën e Veriut që është shumë ndryshe, që unë atë e mësova shumë më mirë kur shkova atje. Domethënë pjesa e parë ishte hapja e letrës, përgatitja, pata 2 misionare që më ndihmuan të përgatitesha, çfarë duhet merrja, çfarë duhet të blija, dhe atë që mbaj mend është që kur fluturova për herë të parë dhe kur mbërrita në Itali, aty mund të them ka qenë momenti i parë që kam pasur një eksperiencë që quhet të ankthit, sepse e kuptova që në atë kohë dhe në atë moment unë isha vetëm fare, pa asnjëri tjetër dhe gjuhë tjetër, dhe do të vazhdoja të shkoja në një vend akoma më të panjohur, sepse në Itali, siç e dinë gjithë, kemi mësuar italishten, gjithë flasin, paktën brezi im, por që e ndjeva vetmin.
ndërkohë që kur arrita në vendin ku trajnohen misionarët në Utah, ishte shumë vonë, isha shumë e lodhur dhe nuk dija ku po shkonim, thjesht shkova, më treguan dhomën dhe në vendin e trajnimit të misionarëve, atje takova dhe disa misionar shqiptar që po shkonin në misionet e tyre, dhe ishte gjë shumë e mirë për mua që pata mundësinë të shija dikë që fliste të njëjtën gjuhë, por që misioni, një nga gjërat e tjera që ishte për të qeshur ishte që më thonin që mos u lodh fare, mos e mëso anglishtën se nuk flasin anglisht atje. Mos u lodh fare. Dhe kjo nuk është për të qeshur shumë për ne, por amerikanët e kuptojnë shumë mirë, sepse në Alabama ku unë shërbeva, domethënë e kanë, mund ta krahasojmë ne me disa shqiptar or zonat të Shqipërisë që e kanë shqipen pak më të trash. Krahasohet e njëjta gjë me atje, kështu që por unë me thënë të drejtën nuk e shija këtë ndryshim. Edhe ndryshimin që unë dëgjova në gjuhë ishte mbasi unë e mbarova misionin, dhe një nga shpjegimet që unë i kam dhënë kësajt është që kur ke bekimin e të folurit të gjuhës për shërbimin e ndarjes së Ungjillit, ti merr bekime që e kupton edhe gjuhën, edhe pse nuk flitet pastër apo kuptueshëm, dhe unë mund t'i kuptoja të gjitha derisa mbarova misionin, atëherë fillova të dëgjoja ndryshimin që ishte ndryshe nga anglishtja që fliteshin në shtete tjera. Por misioni për mua ka qenë momenti ku unë mund them me plot gojë që kam arritur të marr dëshminë për kishën, për profetin Joseph Smith dhe për Zotin, që ka një Zot dhe që kemi një shpëtimtar dhe e dim që Jezu Krishti lindi dhe u rrit dhe vdiq për ne. Pra, misioni ka një vend shumë të veçantë për mua në besimin tim dhe të qenit antare akoma. Më vetë shumë shefi që cilëson misionin, si që the vetë, si një ngjarje kyç për dëshminë, për besimin që ti ke. Ne dëgjojmë shpesh herë që misionet, domethënë, janë aty si gjëja komunitare, domethënë, për të arritur atë besimin e fortë, të fuqishëm që ne të gjithë kërkojmë. Por për pasojë të misionit, e di që ka qenë një bekim shumë i madh për ty, ndoshta dhe për motra misionare, sepse dim që shërbimi i tyre është gjithmonë opsional, edhe është një shërbim i fuqishëm, do thoshe, sepse e di që ato shërbejnë me pastërti dhe me një fuqi që ndoshta dhe misionarët e tjerë e kanë pak të vështirë që ta sjellin atë. Me që jemi dhe këtu, ndoshta Oriola mund të na japësh ndonjë inkurajim për motrat që të shërbejnë me një mision, çfarë mund t'i thoshe ti nga eksperienca jote që ato të shkojnë edhe të shërbejnë një mision? Unë jo vetëm motrave, vajzave dhe gjithë antarëve të kishës në Shqipëri apo kudo, por edhe me vajzat e mia u flas dhe u them çdo herë që kam mundësi, është që të shërbesh një mision është e vetmja kohë dhe mënyrë dhe eksperiencë që nuk mund ta marrësh në asnjë kohë apo mënyrë tjetër. Është shumë e veçantë në faktin që ti nuk ke asnjë lloj preokupimi tjetër përveç faktin që të dalësh dhe e para është që ti studion shkrimet, lexon, lutesh,
për ditë, mëngjes drek dark, gjatë gjithë kohës që je dal, që flet me njerëzit, me lutje në zemër, që themi. Pra, është një eksperiencë që nuk mund të ndodhi në një kohë tjetër të jetës tënde që kemi, të jetës që kemi këtu në tokë. Pra, duhet inkurajoj të gjithë djem vajza, të gjithë duhet të shkojnë. Është një eksperiencë e veçantë që dhe atë që thash pak më parë është që është po ashtu dhe një mënyrë që ti ke, ose jo mënyrë, por një rast që ti ke për të marrë tamam atë dëshminë që Zoti jeton. Jezu Krishti është shpëtimtar, Zoti ka një plan, domethënë merr dëshmi të gjitha të vërtetave shumë të rëndësishme që duam të dim në këtë jetë, për të kthyer dhe për të jetuar prapë me atin yndqellor, atin yndqellor. Padyshim që po, shumë i rëndësishëm misioni dhe kam përshtypjen që dhe ty të kanë ndihmuar shumë që të formohesh si njeri dhe të zgjerohet horizonti dhe shumë aspekte tjera, apo jo? Patjetër. Është në çdo gjë që bën. E vërtet. A ke ndonjë moment nga misioni që e kujton gjithmonë ai momenti që thua nuk largohet kur nga memoria jote? Ka shumë, sepse ka shumë të bëj e para, ka shumë të bëj personi tjetër që je duke punuar, pra motra tjetër që ti punon dhe del për ditë dhe shpërndan ungjillin. Një gjë duhet ndaj, ka shumë, nuk di këtë duhet të zgjedh që të ndaj tani, por një gjë që mbaj mend që ishte më shumë e lidhur me mua se sa me të tjerë, ishte një bashkëbizetim që unë po bëja isha me shoqen, motrën, ajo po jepte makinës, po shkonim diku, nuk e mbaj mend të gjitha rrethanat, por mbaj mend që një bashkëbisedim që ishte shumë filloi të bëheshe pak nga pak negativ në mendjen time dhe mbaj mend që aty e kuptova që unë isha duke u manipuluar, po themi, edhe se si armiku punon me ne, sepse siç po them, unë në mision pata eksperienca dhe një nivel shpirtëror shumë të lartë, por kjo eksperiencë më kujton gjithmonë se sa, edhe pse isha në atë nivel, sa jemi të hapur dhe të ekspozuar në kundrejt forcave negative që janë aty për gjithmonë dhe këtë mbaj mend që edhe doja ta ndaja, sepse mendoj që është e rëndësishme për njerëzit të mbajnë mend dhe të kujtojnë sa vigjilent duhet të jesh çdo ditë në lidhje me gjërat që bën, gjërat që thua, gjërat që sheh, gjërat që lexon, gjërat që ndan. Këtë mendoj që ishte e rëndësishme për dikë të dëgjonte. Më bërit mendoj që ka shumë rëndësi të hapat e vogla që bëjmë, se kam lexuar së fundmi disa histori nga njerëzit që janë larguar për një periudhë ose disa vite nga kisha, edhe këtë pothuajse gjithë këtë thonë që largimi nga kisha nuk ndodhi për një herë, që thash nuk do shkoj, po fillojnë gradualisht, ndoshta mos lexuarit, ndoshta mos luturit, edhe humbet ajo marrëdhënia me Perëndin, edhe pastaj një moment nuk duan më që të vinë. Kjo më bëri të kuptoj pak rëndësinë që duhet të bëjmë të ritualet e përditshme dhe gjërat e vogla që ta largojmë negativitetin, sepse keqja është gjithmonë aty gati që ne na afrojë dhe na tërheq.
Okej, na trego pak tani se si vendose që ti të vazhdoje studimet në Amerikë, në BYU. A ishte vështirë të përshtatesh në atë periudhë, në atë kohë? Në fund të misionit zakonisht ndodh që ke këto bashkëpizatimet me shoqet e misionit ose ata me prindrit dhe vjen momenti që fillon të mendosh çfarë do bëj mbas misionit. Pra, unë pata disa nga shoqet e mia të misionit që sugjeruan që unë të vazhdoja. Në Shqipëri nuk isha filluar diku, kështu që isha e hapur për të filluar kudo që t'ishte. Dhe pata mundësinë që të shikoja çfarë ishin këto opsionet që kisha, që mund të filloja, ku mund të filloja, ku do shkoja në Shqipëri, çfarë do bëja, si do bëja. Pra, vendimi ishte thjesht të gjithë po merrnin vendime rreth e përqark meje dhe unë isha pjesë e tyre dhe fillova të mendoja se çfarë do bëja dhe kisha disa nga shoqët e mia që po shkonin në BYU Idaho dhe aplikova. Në fakt, aplikimi midis ardhjes time në Shqipëri mbas misionit dhe vajtjes mbrapsht për në shkollë ishte eksaktësisht 1 vit. Pra 1 vit unë isha në Shqipëri mbas misionit dhe ajo kohë ishte shumë e rëndësishme për mua. Në fakt, edhe pata mundësi të shërbeja në kish. Shërbeva si presidente e vajzave të reja për kunjin, me çfarë më mend. Pra që ishte kohë e rëndësishme dhe kohë që u dedikua kishës, pjesë e saj, dhe mbas 1 viti u riktheva në BYU Idaho, ose u riktheva në Amerikë, mund të themi. Duket sikur kanë thërritur, sepse mendoj që misionarët kur kthehen janë akoma shumë të fortë, kanë atë frymëzimin e misionit dhe të kanë dhënë një thirrje goxha të rëndësishme për në atë kohë. Edhe pyetja ime e fundit para se të jap fjalën Xhonit, doja të dija pak çfarë kishte vështirësi ti të jetoje jashtë shtetit, sepse mendoj që kur një i ri është student jashtë qytetit të tij, sidomos jashtë shtetit, larg prindërve, pa pasur ndihmën e tyre, mbështetjen e tyre, është shumë e vështirë. Si ka qenë kjo periudhë për ty edhe çfarë të ndihmoi ti kaloje këto vështirësitë, si i te kalove? Pjesa e parë është isha misionare dhe në një farë mënyre isha e vetme, për faktin që jetoja bashkë, kisha vetëm, kisha një buxhet të caktuar, do blesh, do llogarisësh, një nga gjërat që kuptova shumë shpejt, në fakt, që do ta çojte misioni, por që shërbeu dhe u aplikua kur isha si studente në BYU, ishte që gjërat nuk janë në shtëpi kështu dalin vetë, domethënë në fakt ato duhen bler, duhet paguash dhe shampoja atëherë e ke për ta përdorur ose ushqimet. Pra mësova shumë shpejt që rëndësinë e se si të menaxhoja lekët dhe blerjet e gjërave në lidhje me këtë aspekt. Unë me thënë të drejtën, si njeri zakonisht, në përgjithësi jam njeri që përshtatem, kollaj, nuk e kam shumë të vështirë, dhe ishte shumë, ndihmoi shumë fakti që ishin shqiptarë të tjerë që ishin në Shqipëri, ishte
Universiteti i Kishës, që kishte standardet dhe jetesën me standardet dhe rregullat e Kishës. Ajo ishte shumë më ndihmonte shumë, sidomos faktin që si misionar je mësuar me disiplinën që qohesh, lexon, lutesh, planifikon ditën para, dhe të njëjtën gjë unë aplikova edhe si studente dhe ishte shumë e rëndësishme për mua dhe një mësim që unë mësova shumë herët në kish, në mision, dhe që aplikova edhe si studente është që në qoftë se ti vë Zotin përpara, edhe vendos të bësh gjërat që duhen bërë, lutja dhe leximi i shkrimeve të shenjta, koha për të bërë të gjithë gjërat e tjera shtohet dhe shumëfishohet dhe ke më shumë kohë për të bërë të gjitha gjërat që do. Pra, mbështetjem pa diskutim që kisha dhe të familjes, edhe pse jo me shumë mundësi për të ndihmuar në, po themi, financiare por familja ime është shumë e veçantë në faktin që jemi pozitiv dhe gjithmonë shohim anën pozitive të çdo gjëje dhe sa herë që flisja dhe komunikoja me familjen ndjesha që isha në vendin ku duhesha, ata më qëndronin pranë në çdo vendim që unë merrja. Shefi që preke para shumë këtë temë është një nga temat tona më të preferuara, që të flasim për familjen, çfarë do thot ajo për ne. Dhe doja që të na ndaje pak edhe për bashkëshortin tënd, do të thënë si u njohët të dy dhe mund të gjithashtu të na përgjigjesh se si është të ndash jetën me dikë nga një kulturë ndryshe nga ajo që ti je rritur? So me Jacob jemi takuar në vitin e dytë të shkollës. Këtu, siç e shihni, kjo është foto e këtij viti. Burri është i thinjur, unë i kam aty të mbuluara, por kemi foto tjera që domethënë kemi në fakt kemi 16 vjet që do jetë këtë vit që jemi të martuar, mund të jetë 17, por takimi ynë ishte rastësisht, ishim të mbledhur në universitet, po bëheshe një lojë që ishim mbledhur gjithë. Jacob ishte pjesë e një nuk ishte në të njëjtin deg që isha unë në shkollë, por ishim gjithë mbledhur dhe sipas atij ai më foli dhe unë i fola dhe isha shumë e gëzuar që t'i flisja, ndërkohë që unë nuk e mbaj mend ashtu, por pak rëndësi ka. Ne filluam të dilnim, të bënim takime në 2008-ën, në fund të vitit të 2008-ës, dhe në 2009-ën është kur ne jemi martuar në prill të 2009-ës. Dhe jo, e kam gabim. Në fund të 2007-ës dhe në prill të 2009-ës jemi martuar. Pra patëm një farë kohe që ne dolëm, domethënë u takuam për gati një vit. Jacob vjen nga një familje që janë antar të kishës, të dy prindrit, ai ka 4 vëllezër dhe ky është vllai i madh. Pra, imagjino ke një çift me më të madhin e familjes, me më të voglen. Jeta në çift me një bashkëshort nga një kulturë tjetër.
Është ndryshe, në qoftë se ai do ishte duke dëgjuar bisedën time me ju, do mendonte që unë po zihem, po i bërtas, po i thras, po i them në gjë domethënë që po ju shaj. Pra, kjo ndodh shpeshherë që një nga problemet është që unë e kam volumin pak më të lartë se ç'duhet ose flas me tonin çik më të vrazhd, nuk di nëse ajo është fjalë. Pra, kjo është shqiptarëve, është po të se tipike e shumicës, kështu. E kemi dhe 16 vite më vonë, 17 më duket se e ka kuptuar, por që rri dhe vjen si temë bisedimi, jo vetëm për mua, por dhe unë me të, por edhe me fëmijët. Por gjëja që na bashkon, që ju mund ta merrni me mend, është kisha, është fakti që kemi të njëjtat qëllime, kemi të njëjtat qëllime për familjen, qëllime për fëmijët. Ndodh që kur fëmijët rriten, kam 14, 12 dhe 8 vjeç, kur rriten, fillojnë bashkëbisedimet familjare më shumë, bashkëshortore më shumë, sepse është e rëndësishme që të punosh bashkë me bashkëshortin për t'i rritur e drejtuar fëmijët në këtë kohë. Kështu që është e vështirë, po dhe nuk është. Varet nga ne kemi problemet tipike që çdo martesë ka. Kështu që nuk e shoh shumë ndryshe. Unë e lash edhe kam lënë Shqipërinë, kam ikur nga Shqipëria disi e re, kështu që nuk është se kam një eksperiencë tjetër, kështu që nuk mund ta krahasoj me diçka tjetër, por që me çfarë dëgjoj dhe shoh, nuk është shumë ndryshe, thjesht këto tonalitetet e zërit ose ato gjërat që ham ose që unë pëlqej gatuaj apo zgatuaj, edhe ajo ishte përshtatje, është pak ndryshe, po. Jo shumë ndryshim. Më kujton këtë thënien që thotë kur dy njerëz duhen, kulturat, domethënë sfida që vjen me kultura të ndryshme nuk është aq e fuqishme sa kultura që ata krijojnë së bashku. Dhe ti dhe shumë bukur që ju të dy keni vlera të njëjta, sepse keni dhe Ungjillin e Jezu Krishtit, por gjithashtu keni dashuri me njëri tjetrin, dhe pavarësisht se nga cili vend je, nuk janë gjëra që nuk i përballon dot. Duke e marrë shkas edhe nga jeta ime personale, me një bashkëshorte, me një kulturë tjetër, e kuptoj që ndonjëherë kemi këto gjëra të tipike, unike do thoshja, që na veçojnë. Ti përmende tonalitetin, volumin e zërit, është shumë e vërtetë, mund ta dëshmoj, por ka dhe gjëra shumë të tjera që na duken shumë të çuditshme nga njerëz të ndryshëm, nga kultura të ndryshëm, por për sa kohë që kemi dashurinë midis njëri tjetrit, ajo ka vlerë më shumë se sa gjërat që na ndryshojnë neve apo na veçojnë. Një gjë që doja të ndalesha pak gjithashtu, në martesën tënde ti nuk hezitove që të ftoje antarët e familjes tënde, pavarësisht sepse disa prej tyre nuk janë antarë të kishës dhe nuk kanë patur mundësinë që të shkojnë ty në ordinancë që ti ke bërë brenda tempullit të Salt Lake. Mund të na ndash pak për këtë, si ka qenë për ty që ti kishe ata aty? Po. Në fakt dasma gjithë e mendojnë, domethënë një vajzë, domethënë ke ide të ndryshme. Pra do jetë kështu ose do jetë ashtu. Unë me thënë drejtën, atë për mua faktin që vëllezërit dhe prindrit ishin aty ishte më shumë se perfekte. Doja të ishin dhe familjet e vëllezërve aty, por nga iqi të qenit e prindërve dhe vëllezërve ishte shumë bukur për mua. E mbaj mend që ishte thjesht, nuk di sa shpjegoj, po
ishte një moment ku ne u sollëm të gjithë ashtu siç ishim kur ishim familje para se të gjithë martoheshin ose të shkonin nëpër familjet e tyre. Pra ishte një moment shumë i bukur për mua. Ne patëm disa dasma, kështu që pata mundësi që të ftoja dhe miq të tjerë, por për sa i përket tempullit dhe kush pati mundësi të vinte aty, vëllezërit dhe prindrit nuk mund të ishin brenda, por ata ishin të lumtur vetëm për faktin që ishin pjesë e ceremonisë, që u bë mbas, që ishte thjesht midis miqve dhe njerëzve të tjerë që u njihja, por që ata nuk ishin në tempull me mua dhe unë e kisha pranuar dhe dija këtë që do ndodhte, kështu që nuk është se ishte një gjë që do ndryshonte ndonjë gjë, domethënë në eksperiencën time. Unë e mbaj mend martesën në tempull dhe mbaj mend dhe shumë disa gjërat që u thanë, kështu që ishte e rëndësishme fakti që ne po martoheshim në tempull. Përveç faktit që unë isha e kënaqur dhe prindrit e familje ishin të kënaqur që ne kishim festime të tjera mbas tempullit. Nuk ishte ai edhe ata nuk mund të ishin pjesë e saj. Ne bëm festime të tjera pas, kështu që nuk përbëri diçka, domethënë që mund të ishte problem për ta ose për mua. Bëhet shumë qefi që the këtë sepse është e rëndësishme të kesh antar të familjes aty. Edhe e di që ndonjëherë situata ndryshojnë dhe nuk është se ata nuk duan që të marrin pjesë në gjërat, janë gjëra që janë jashtë kontrollit ton, mendoj unë, po mendoj që mbështetja është gjithmonë aty. Edhe arsyeja që ata zgjedhin që të ishin pjesëmarrës, pavarësisht se nuk mund të futeshin në tempull, do thotë shumë, kështu që faleminderit që ndave me këtë, po. Doja që të na flisë tani si është të rritësh 3 fëmijë në një vend të huaj, ndoshta dhe ndryshe nga prejardhja jote, nëse si je rritur ti si fëmijë, çfarë janë gjëra që shikon ndryshe nga fëmijët e tu aty në kontinentin amerikan? Prap do shkoj tek e njëjta përgjigje sepse puna e martesës nuk kam një krahasim tjetër. Domethënë kam krahasimin e të parit me vëllezërit ose me njerëz që unë njoh, por jo që mund të krahasoj rritjen e fëmijëve në Shqipëri me këtu, edhe atë unë mund me ça dëgjoj. Pra jam goxha e futur më shumë këtu se ça bëhet këtu, dhe nuk mund ta krahasoj apo të flas për të dyja palët ose dyja anët si rriten në Shqipëri ose si rriten këtu, por që shpeshherë vjen muhabeti që fëmijët e sjellin faktin që unë jam nën shqiptare. Prindrit e këtij ose atij janë kështu e një ashtu, e ti nuk je kështu. Domethënë ka disa pjesë që unë i ruaj me fanatizëm, që janë jo vetëm pjesë e rregullave të kishës dhe të qenit njeri në përgjithësi, por janë edhe pjesë se si unë jam rritur dhe se si prindrit e mi na kanë rritur ne. Pra, synimi im për fëmijët, pavarësisht faktit që ku jetojmë, është që ata të respektojnë njerëzit që janë më të rritur se ata, të jenë të respektueshëm, të flasin, çfarë do lloj moshe që të jetë. Këtë foton që keni vënë, në fakt kjo është foto e Grace, dita e pagëzimit të Grace, goca e dytë. Në foto mund të shihni janë prindrit e burrit, unë,
kushërira e gocave dhe 3 fëmijët, Kimberly, Grace dhe Dean. Pra, edhe që po thoja është mundohem që të thjesht t'jen të respektueshëm, atë kam kryesoren. Tjetra është që këtu është e vështirë, sidomos ku jemi në këtë shtet, është e vështirë sepse po njerëzit janë më liberal, janë më mendje të hapur në lidhje me shumë gjëra që ne si kishë ose Ungjilli i Jezu Krishtit në përgjithësi nuk janë të pranueshme, kështu që duhet balancosh atë që po thoja, të respektosh njerëzit dhe të tjerët, por dhe të mbash dhe të qëndrosh i vërtet atyre gjërave që ti beson. Në fakt, këtë foton do komentoj diçka shumë shpejt që unë e kam bërë si qëllim të vetes që ti bëj një foto fëmijëve çdo të diel. Her pas kishe, mbas kishe, po bëhet. Kam raste që nuk e kam bërë, por që shumicën e kohës kam kjo tradit, po themi, ka filluar që kur djali i vogël ka qenë vitin e parë të jetës tij, domethënë 1 vjeç, para se të bësh 1 vjeç. Kështu që kam foto pafund të treve bashk, nuk e kanë qef që t'i bëj foto, nuk duan, por që unë menaxhoj që të marr dhe të bëj foto që duken sikur ata duan të jenë në foto shumicën e kohës. Po ka dhe foto që unë i vë ashtu të mërzitur, të nuk duan, ankohen, unë i bëj foton ashtu si janë, thjesht sepse dua që ata të mbajnë mend që janë gjithmonë të tre bashkë dhe që shkojmë në kishë pjesë e saj, sepse është gjatë diel dhe nuk e di, deri tash kam vazhdojnë uleni, bëjmë foton, ulen, siç thash, ka të diela që zihemi, po shumicën ulen. Nga shumë traditë e veçantë, më pëlqen shumë kjo edhe të përgëzoj se ke një familje shumë të bukur. Po kënaqa shumë që pas këto 2 fotot. Edhe tani duken dhe më të rritur që nga pagësimi i vajzës. Doja tani të kalojmë në një temë tjetër, pak për punën, për profesionin tënd. Pas të biografia që ti kisha thënë që pas shkollës mesme, bëre 2 vite studime për të bërë animatore sociale dhe më bëri përshtypje si fjalë se nuk e kisha hasur në këtë pozicion, si të është në këtë fushë se animator i themi atyre që përpiqen të argëtojnë fëmijët. Kështu doja të më shpjegoje pak këtë, edhe çfarë të drejtoj drejt kësaj rruge, pse zgjodhe një profesion që lidhet me njerëzit dhe me shërbimin. Kjo ishte pjesë e të njëjtit organizat ose kish katolike që unë isha pjesë gjatë kohës që unë dhe shkoja në kish, te kisha e Jezu Krishtit dhe shenjtorëve të ditëve të mëdhenshme. Pra, isha vullnetare dhe pjesë e tyre që argëtonin dhe siç thash më parë, unë isha një nga fëmijët që shkoja tek ata dhe kur rriteshe ti bëheshe drejtuesi dhe merrje një grup fëmijësh, vendosje se çfarë do mësoje dhe ndërkohë që i njëjti vend, tani në fakt nëse je nga Tirana, nëse e ke parasysh ke dëgjuar për Don Bosco. Don Bosco është vendi ku filloi gjithë kjo. Dhe tani ata me ça di kanë shkolla, kanë nga klasa parë ose ndoshta e mesme e lartë, nuk e di se çfarë bëjnë tani, por në kohën kur unë fillova, ata kishin zhvilluar një program 2 vjeçar për animatore sociale
Dhe ideja është e njëjta gjë, argëtuese fëmijësh, por është më shumë e bazuar në shkon për shembull edhe këtu në Amerikë krahasohet me në qoftë se je për shembull me pushime dhe ke marrë një anije dhe je duke udhëtuar në vende të ndryshme, animatorët social marrin fëmijët, ndërkohë që prindrit kanë mundësi që të merren me aktivitete tjera që janë për të rritur. Në Shqipëri me çka kam parë është më shumë është përdorur në për ditëlindje apo festa të ndryshme. Nuk e di, domethënë, unë nuk pata mundësi që ta ushtroja si profesion, po themin, që ose mund të quhet ashtu. Kështu që 2 vitet që kalova atje, pata mundësi që të kisha profesor, disa nga profesorët që na mësonin ishin italian, pata mundësi që të zhvilloja dhe të mësoja italishtën edhe më shumë. Por që kjo është fillesa e fillesave, po të themi, të studimeve, ulu në bank dhe mëso diçka. Mbas kësaj unë në kohën që prita, siç thash më parë në Shqipëri atë 1 vit, unë konkurova për gjuhë huaja dhe e fitova konkursin të futesha në universitet dhe mora përgjigjen për që u pranova dhe në Amerikë dhe vendosa të vija këtej. Dhe edhe atë pak e provova, shkova në universitetin shqiptar, mund të them që e di se si është, ula në banka aty për disa javë, nuk e mbaj mend se sa, për pak kohë. Dhe kur erdha në Amerikë dhe fillova të studioja këtu, mund të them që një ndryshim, ndoshta tash po dalim në arsimin shqiptar amerikan, por që një ndryshim shumë i madh, sepse ishte të paktën për eksperiencën time, ishte shumë e lehtë se sa në Shqipëri. Në Shqipëri asnjëherë nuk isha ose mbasha një studente e mirë, me notat mira, notat asnjëherë nuk treguan, ndërkohë që në universitetin që mbarova 4 vitet, pata mundësi që të dilja me GPA 3.8, mbarova për psikologji, mbarova për familje, për minor home and family, për shtëpinë dhe familjen. Pra, mbasi mbarova universitetin, unë në fakt kur mbarova shkollën në vitin e 4, unë isha shtatzan me vajzën, gati 6 muaj, kështu që nuk pata mundësi që të filloja shkollë më tej ose të punoja diku, kështu që e gjitha ajo kohë u dedikua familjes. Kimberly e para, Grace erdhi mbas 2 vitesh dhe Dean mbas 4 vitesh mbas Grace. Dhe me thënë të drejtën, burri kishte prioritet që unë të qëndroja në shtëpi dhe të punoja me fëmijët dhe të edukoja dhe atë bëra. Dhe jam me të vërtet shumë e njohëse sepse dëgjoj shumë nëna që do donin dhe aq më tepër tani në këto kohë që duket që është shumë sa vjen edhe më e vështirë që të qëndrosh në shtëpi me fëmijët dhe të rrisësh për shkak të ekonomisë. Dhe kur djali u bë 2 vjeç, më duket, ndoshta 2 ose 3, atëherë fillova të eksploroja dhe të shija se çfarë mundësish kisha, çfarë mund të bëja. Dhe ajo ishte e para ku unë fillova të punoja me njerëz me aftësi të kufizuara.
kjo ishte në North Dakota para se të lëviznim këtu. Një nga punët më të preferuarat mijat është do durim, por ka të bëj shumë mënyra se si këndvështrimi dhe se si ti ishe dhe i percepton ata njerëz, të ndihmon shumë. Dhe për mua ishte e lehtë sepse nuk e di, kisha një asnjëherë nuk ishte e vështirë që të nervozohesha ose të mërzitesha me ta. Të gjitha këto bisedat tona për mua ishin argëtuese dhe ishin gjithmonë ku unë shija gjithmonë një mundësi që ti ndihmoja ose ti tregoja diçka ose ti mësoja diçka. Pra, atë punën e bëra për gati 3 vjet, sepse edhe bëra jo me kohë të plot, sepse kisha akoma duhet merresha me fëmijët, fëmijët ishin akoma jo të shumë të rritur. Mbas asaj pune ne lëvizëm këtu. Lëvizja, me thënë të drejtën, në Colorado, në një shtet tjetër, në një shtet më liberal, ndryshe nga North Dakota ku ishim, që ishte më konservativ. Ishte më e vështirë të gjeje punë, çfarë pune, por pata mundësi që punën e parë që bëra ishte si kujdestare për siç thash, për të moshuar moshat e larta, moshat e treta. Dhe ajo vazhdon edhe ishte një nga punët e mia të preferuara, për faktin që mëson aq shumë nga njerëz që kanë jetuar aq gjatë. Ishte me të vërtet eksperiencë shumë e bukur dhe më ndihmoi dhe faktin që të kuptoja më shumë procesin e jetës dhe vdekjes, se si shumica atyre ishin të lumtur, kishin bërë çfarë donin të bënin dhe ishin në momentet disa nga ata që unë punova ishin në momentet, por ditë e fundit, le të themi, dhe vazhdonin të jetonin dhe të ndanin historitë, eksperiencat. Pra edhe ajo më ka pëlqyer shumë si punë. Dhe më së fundi, tashti në këtë kohë që po flasim, unë në shtator bëra 2 vjet që punoj me këtë organizatën e re, që punon me është organizatë që punon për ndihmën e njerëzve që mund të jenë kriza mendore, që kanë probleme të shëndetit mendor. Dhe kjo, prap, vazhdon të jetë një punë shumë shpërblyerëse, sepse është unë ndihmoj për ditë kam mundësi që të ndihmoj dhe të flas dhe të ndaj atë veshin, po themi, të dëgjoj, të jem aty me ta kur qajnë, kur gëzohen. Është domethënë çdo ditë që shkoj është një ditë që unë nuk e di se çfarë do ndodhi, kë do takoj, kë do flas, kë do ndihmoj. Pra është privilegj, me thënë drejtën, tamam. U kënaqa shumë që e përshkruajte kështu punën, se më duket sikur e ke gjetur veten dhe është nga ato punët që
jep zemrën, sepse ndihmon me të vërtet njerëz dhe shërben, ndoshta të ka ndihmuar pjesëmarrja në kish, zemra jote që kërkon të shërbej, misioni që ke bërë, po duket sikur ke një mision tani që të bekosh jetët të njerëzve, ndoshta duke dëgjuar, duke i mbështetur, duket si puna ideale për ty edhe është gjë shumë e bukur. Jo të gjithë e kanë fatin të kenë një punë të tillë, ndonjëherë janë ato punët, si thua, me atë rutinën Yeah. që nuk ke ndonjë gjë që të motivon apo duket sikur po bën një ndryshim në botë, kurse ti më duket sikur po e bën një ndryshim në jetën e njerëzve. Okej, doja të dija pak për ditëshmërinë tënde, si a ke pas ti momente kur besimi ka qenë vetë një gjë që të ka mbajtur të fortë, apo ke pasur dyshime dhe si i ke përballuar ndonjë përvojë në jetë që e ka forcuar shumë dëshminë tënde? Një gjë që kam kuptuar para shumë kohësh, por që vlen edhe sot, është që mbas misionit, qëllimi ose ajo që duhet bësh që qëllimi mund të thuhet, ajo që ti duhet bësh në jetë është e njëjta. E njëjta gjë që bën mision, duhet ndash ungjillin, duhet ushtrosh besim. Dhe kjo ka qenë ndryshimi i madh, që mbas misionit fillon jeta ku hyn të gjithë gjërat, ku në momentin që ti lejon dikë në jetën tënde, krijon familje dhe janë të gjithë elementet e jetës. Pra, që nga familja jote, te familja jote, dhe atë që ti ndan dhe duhet të ndash me të tjerët. Pra, është challenge, është sfiduese. është sfiduese sepse je zënë me gjitha këto gjërat e tjera. Por, unë e thash edhe më parë, besimi im nuk lidhet fare me se çfarë ndodh rreth meje, sepse besimi im është me Zotin, është me atë që ai më ka dhënë dhe që më jep. Nuk din që se ka kuptim. Kështu që nuk do të thënë dorën e tij dhe kujdesin e tij në jetën time unë e shoh për herë. Një nga gjërat ndoshta që më ndihmon mua në veçanti mendoj është që unë jam mirënjohëse për çdo gjë. Edhe kjo është ky që kam përshtypjen unë, sepse mund të mos mirënjohja të çon në drejtime që nuk mund të jesh më e bazuar aty ku duhet. Kështu që për mua unë jam gjithmonë mirënjohëse për gjërat më të thjeshta dhe bazë. Dhe kjo është një nga gjërat që unë përmend dhe burrit dhe dua që ta vë dhe ato në të njëjtën mendim si imja, që kemi një shtëpi, kemi rroba, kemi për të ngrënë, jemi të shëndetshëm dhe aty e mbaj atë, po themi, linjën, e mundohem që të qëndrojmë në atë, sepse mamai ime gjithmonë thot dhe ka thënë, e mira s'ka fund. Do jetë gjithmonë dikush më mirë dhe gjithmonë dikush më keq. Kështu që nuk duhet qëndrosh thjesht tek ajo që je ti dhe ato gjërat që të janë dhënë dhe që ke. Kështu që kështu e mbaj unë, domethënë, këtë besimin ose se si e shoh Zotin për ditë në jetën time.
për sa kohë këto gjëra janë në rregull, edhe unë jam në rregull. Faktikisht kjo më bëri përshtypje mirënjohja që ke dhe kur lexova biografinë tënde këtë nënvizova, se më bëri shumë përshtypje se ti thoshe aty që mund ta parafrazoj dy fjali, ke thënë që kam një mirënjohje të thellë për dashurinë që Zoti më ka falur dhe vazhdon të fal. Pa të në jetën time, pa udhëheqjen dhe kujdesin e tij, çdo gjë do ishte akoma më e vështirë. Ka pasur shumë momente kur besimi në Zot është vetmja gjë që ka ngelur dhe me anë të mëshirës së tij ja kam dalë. Më pëlqeu shumë, bëri përshtypje, prandaj doja ta ndaja edhe me dëgjuesit, se edhe kur ti po flisje, ose çfarë shikoj unë edhe te vetja ime, po edhe te njerëzit, është që harrojmë ndonjëherë të jemi mirënjohës edhe përqendrohemi shumë te ato që nuk kemi, për shembull një makinë të mirë, një shtëpi të madhe, të mirë. Por faktikisht kemi jetën, natyrën, familjen, shumë bekime të mëdha, edhe kur jemi në këtë gjendje mirënjohëse, pozitive, jeta është shumë e lehtë edhe kemi dhe besim në Zot, kështu besoj se kjo të ka ndihmuar, sepse këtë doja të pyesja që si është të jetosh ungjillin për ty në jetën e përditshme, po besoj edhe paku përgjigje më lart që mirënjohja është çelës për ty apo jo. Patjetër. Bëhet shumë qefi. Një diçka tjetër që unë doja të dija rreth teje, Oriola, është nga familja jote, sepse ti gjithashtu përmende që të kesh familje në bazë të ungjillit është shumë e rëndësishme për ty. Edhe dua të di si e bën ti këtë të mundur, çfarë mesazhi apo dëshmie mund të lije pas ti për familjen dhe fëmijët e tu në lidhje me besimin tënd në Jezu Krisht, por edhe në ungjillin e tij të revendosur. Në fakt, kjo është një gjë që duhet ndodhë më shpesh. Ne si familje mundohemi të mësojmë fëmijët dhe ti bëjmë një nga gjërat që na pëlqen dhe që bëjmë shpesh është biseda me fëmijët ku ata sjellin pyetjet dhe ne flasim rreth gjërave që ata pyesin, dhe sepse duam që të mësojmë dhe të ndajmë gjëra që ata duan të dëgjojnë. Por në fakt atë pyetje që po thua ti dhe që është e rëndësishme është që shpeshherë ne harrojmë të dëshmojmë dhe të ndajmë dëshminë tonë. Thjesht mënyrën se si e bëjmë me bashkëbisedim, japim fakte ose në këtë shkrim të shenjtë ose këtu apo atje, por jo të bëjmë një dëshmi të veçanërisht që të themi që ne besojmë, unë besoj në Jezu Krisht dhe di që ai jeton. Pra ato që unë do ndaja me fëmijët e mi dhe me këdo, është edhe e kam thënë në shprehje edhe më parë, po që është tjetër të thuash që unë besoj dhe tjetër të thuash që unë e di. Këtë e kemi thënë në Shqipëri shpeshherë. Dhe kjo është shumë e vërtet. Të besosh është mund të jetë aty, ose besoj që mund të ndodhi, ose është, por unë e di që Jezu Krishti ka lindur, ka ardhur në këtë botë, aq më tepër në këtë kohë Krishtlindjes. Është lajmi më i bukur që mund të ndajmë. Shpresa ajo është që fëmijët e mi të dinë që ka një Zot, që Jezu Krishti është shpëtimtari i tyre, dhe unë kam një vend të veçantë për atin qiellor, nuk e di pse, por gjithmonë jam më preke më shumë kur flas për të sesa për Jezu Krishtin, edhe nuk e di, ndoshta duhet ta rregulloj këtë gjë në të ardhmen, por tani dhe për një farë kohe ka ndodhur gjithmonë kështu, por që ati qiellor jam shumë mirënjohës që ai na do aq shumë. Dhe për Jezu Krishtin patjetër, ai bëri të mundur atë që ati donte për ne. Pra jam mirënjohëse për
për diturinë që ata janë, mirënjohëse pafund për shpirtin e shenjtë, sepse pa shpirtin e shenjtë nuk mund t'i marrim këto dëshmi dhe këto ndjenja dhe këto gjëra që të na vullosen, si të themin, në zemrat tona, kur kemi eksperienca që i dim dhe na vërtetojnë ato gjëra që ne lexojmë ose themi. Dhe për sa i përket kishës, jam shumë mirënjohëse për faktin dhe folëm dhe më parë që unë u gjeta, po të themi, si 10 vjeç, u gjeta të misionarët patën besimin që unë një ditë do rritesha, do vazhdoja të isha antare e kishës dhe të ndaja ungjillin me familjen time dhe me çdo tjetër që unë takoj. Kështu që jam shumë mirënjohëse të jem pjesë e kishës Jezu Krishtit, shenjtorëve ditë më vonshme në këtë kohë. Dhe për sa i përket profetit Joseph Smith, këtë vit kemi studiuar dhe kemi folur më shumë për të, sepse po studiojmë ato Revelation. Po studiojmë zbulesat, faleminderit, që ai na ka dhënë dhe nuk është jeta e tij dhe gjërat që ai ka bërë për ne, gjithashtu kam dëgjuar shumë diskutime për shumë gjëra të ndryshme për jetën e tij, për gjërat që ai ka bërë, po për mua ajo që është e rëndësishme është që ato gjëra që ai ka sjell në jetën time, duke filluar nga shkrimet e shenjta, duke filluar nga tempulli, duke filluar nga profet dhe apostoj, organizimi i kishës, dëshmia ime qëndron tek frutat dhe gjërat që ai ka sjell dhe që unë jetoj për ditë, për faktin që ai bëri ato që bëri. Kështu jam shumë mirënjohëse edhe për të qenë që ishte profet i zgjedhur nga Zoti për të rindërtuar kishën. Pra, unë jam mirënjohëse për shumë, ka shumë gjëra, po këto janë kryesoret për atin qellor, Jezu Krishtin, profetin Joseph Smith dhe qenia pjesë e kishës në këtë kohë. Po, shumë faleminderit për këtë. Është një dëshmi shumë e fuqishme, më pëlqen dallimi që ti bëre midis asaj që ne e dimë edhe asaj që ne besojmë. Edhe dëshmia kjo është që ne të forcojmë atë sipas njohurisë që ne marrim, por edhe sipas veprave që ne bëjmë me anë të besimit. Kështu që jam shumë mirënjohës. Diçka tjetër që unë vëra re tek dëshmia jote që ndave edhe me ne, është që ti ke thënë që je mirënjohëse, që je një antar e kishës dhe beson që je në vendin dhe në kohën e duhur, së bashku me familjen tënde, sepse kjo do thotë që nuk ka asnjë vend tjetër që ti do të doje që të ishe në këtë kohë të fundit para ardhjes së Jezu Krishtit, por vetëm në kishën e tij të rivendosur. Edhe doja të pyesja, nëse mund të na ndaja shkurtimisht, si është të jetosh ungjillin e Jezu Krishtit, ku disa prej antarëve të familjes tënde ose miqve të tu nuk kanë të njëjtën besim si ty? Pjesa që ndodh më shpesh është në punë, për sa i përket të qenit antar e kishës, dhe unë asnjëherë nuk ndryshoj. Do të thënë në punë jam ajo që jam në kishë, ajo që jam në kishë jam në punë. Pra nuk të qenit or mos të qenit antar të njerëzve që unë rrethohem për ditë në punë, nuk ndryshon faktin që unë kur kam një moment dhe e ndaj dëshminë e ndaj, kur ka një moment që njëri tjetër që punon me mua shkon në një kishë tjetër, unë
them të vinë tek isha ime dhe të shohin. Pra unë e ndaj ungjillin dhe të gjithë e dinë se çfarë unë besoj. Për sa i përket familjes time, po themi në Shqipëri ose në Amerikë, për fat mirë kemi Facebookun që na lidh dhe unë nuk asnjëherë nuk jam fshehur dhe në Facebook po të shohësh postimet e mia nuk janë të bazuara, po themi vetëm jeta ime ose dëshmia dhe besimi im janë të shprehura në shumë postime të mia. Kështu që nuk ka një vështirësi, nuk di si ta them, se nëse nuk ka vështirësi, domethënë, unë uroj dhe shpresoj që të gjithë të kuptojnë ato që unë besoj, por në fund fare dhe një gjë që unë kam mësuar kur isha misionare është që Zoti aty në qellor i do njerëzit dhe fëmijët e tij më shumë se që dua unë. Pra unë bëj pjesën time dhe ai bën pjesën tjetër. Kështu që kjo foto këtu shpejt e shpejt është njëra është në 2008 ndoshta. Në fakt nuk e mbaj mend në qoftë se më duket se këtu kam qenë me Kimberlyn në 2008-ën, në 12 ndoshta 12 Kimberly ishte gati një vit dhe fotoja më lart është në 2022. Kjo ishte era kur unë shkova për të takuar babin kur ishte pa qef, por ai ishte mirë në atë kohë dhe pata mundësi që të kaloja 2 javë shumë bukura me të. Më pëlqen se pas ke një zakon familjar të punën e fotove, të rikrijoni fotot. Atë e ka Romiri për patronazh. Ai i ka kujdes këto gjëra. Shumë gjë e bukur se në fund pas shumë viteve fotot ngelin faktikisht ai kujtimi. Okej, unë kam shjuar shumë bisedën, po tani kemi ardhur në fund, që unë do të bëj pyetjen që ne i bëjmë çdo të ftuari. Aurela, na trego pak se çfarë do të thotë për ty që të jesh një shenjtore ditët më vonshme. Do të thotë që siç e thash më parë, ti jeton ungjillin në çdo vend që shkon, kudo që shkon, në ato që thua, në ato që bën. Pra, do të thotë që je një njeri që respekton dhe do të gjithë. Do të thotë që je një njeri që e mban dhe e kujton Zotin gjatë gjithë kohës, edhe pse nuk është thënë të lutesh në gjunjë, e ke gjithmonë në mendje, në zemër, dhe do të thotë që ti e ke çdo qëllim i zemrës dhe i mendjes dhe çdo gjë që ti mendon është e pastër dhe është ka qëllimin për të ndihmuar, jo për të lënduar. Kështu që është jetosh dhe të sa më shumë shembullin që dha Jezu Krishti, ai i ka dhënë gjitha hapat, i ka dhënë gjitha gjërat që ne duhet bëjmë. Ajo që mbetet është që të lexosh sa më shumë, të lutesh sa më shumë dhe këto gjëra të vinë në mendje dhe të bëhen pjesë e jetës nëse i bën për ditë. E vërtet. Mirë, unë jam shumë mirënjohëse për dëshminë që ti ke, që ishe këtu. Jam shumë mirënjohëse për pozitivitetin dhe optimizmin që ti ke si njeri dhe që arritet ta ndaje me ne dhe me shikuesit tanë. Shumë gjë e bukur dhe ishte kënaqësi që të njihja. Gjithashtu, shumë faleminderit. Shumë faleminderit që më ftuat. Uroj gjithë mirat juve, gëzuar festat, se erdhën në pak dhe ishte kënaqësi. Patjetër. Shumë faleminderit. Ishte një histori shumë e bukur edhe për mua që të dëgjoja sa i rritur ti në ungjillin e Jezu Krishtit dhe çfarë ndikimi ka patur jo vetëm tek ty, por edhe tek familja jote. Edhe di që shembulli që ti jep pjesëtarëve të familjes tënde do të thotë shumë
Nëse ata vendosin të zgjedhin këtë rrugë, do të ishte mrekulli, nëse jo, s'ka problem. E di që Perëndia punon në një mënyrë misterioze, themi ne, por shembulli që ne japim është ajo që mbetet gjithmonë. Edhe e di që duke parë dhe fotot, e di që ti je një shembull, një dritë për familjen tënde, edhe faleminderit që je aty një shenjtore e zellshme gjithashtu që vazhdon që të rrisësh si thua ndikimin e kishës, por edhe të Shqipërisë, kudo që ne jemi një shembull, edhe faleminderit që ndave një copës të jetës tënde me ne, që do të thotë shumë për ne, çfarë ungjilli do të thotë për ty edhe për familjen tënde. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi vërtet. Mi falenderojmë dhe njërë të ftuarën tonë Oriola Zalla Stokes dhe ju miq të dashur që ndoshë këtë episod numër 71 të podcastit Shenjtorët e Shqipërisë. Falenderojmë gjithashtu dhe skuadrën tonë për mbështetjen në realizimin e këtij episodi. Mos harroni që të na bëni subscribe në kanalin tonë YouTube, u mbasur mundësinë që të shikoni episodet e reja. Nëse ju doni të merrni pjesë, ju lutem na dërgoni një mesazh në rrjetet tona sociale ose në emailin tonë sheshpodcast24@gmail.com. Ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj në këtë episod dhe mirë takofshim javën tjetër me një të ftuar të ri. Mirupafshim. Mirupafshim.